Me Tahir Piranisin, një person shumë i njohur në futbollin e Shkodran, fillimisht si futbollist, si drejtues i klubit Vllaznia dhe sidomos me historinë që ka kaluar me klubin e futbollit Shkodra, prej ku kanë dalë shumë talente, jemi takuar shpeshherë. Por kjo intervistë zoti Piranisi është disi e veçantë, duket që nga sot klubi i futbollit Shkodra ka marrë një pozicion tjetër edhe më optimal, kur kemi parasysh që në krahun tuaj të gjatë është presidenti i ri Agim Cani. Në klubin Shkodra, kjo ditë ka me qenë një ditë historike. 29 vite që funksionon ky klub, ne kemi punu me shumë pasion, me shumë dëshirë, gjithmonë për të kontribuar për futbollin shkodran shqiptar, edhe për të ushtruar pasionin ton që na lidh me futbollin. Agim Cani është njëri i njohur në të gjitha ambientet e qytetit ton, një dashamirës i sportit, i futbollit, një kontribues vazhdimisht me ekipet e futbollit aty ku është hap dera, siç është Ada, siç është Jobandania, dhe ekipet tjera ka qenë gjithmonë i gatshëm për të shërbyer futbollit shkodran. Kur unë fillova të bisedoj me Agimin, ishte me të vërtetë një emocion. Unë jam njëri shumë i lidhur me futbollin, mendimet e mia për 30 vjet më kanë marrë deri këtu, por shumë gjëra nuk kam mujt mi realizu për shumë arsye. Ato gjëra të mishrume të Agim Cani, bile edhe të avancume. Agimi për natyrë ka pak ditë që po bisedojmë në mënyrë intensive, nuk flet shumë, e kuptoj që nuk dhe me bë shumë premtime, por e shoh që ka një mentalitet shumë bashkëkohor, shumë pranimor. Të cilat edhe të unë nga herë janë mishru, por asnjëherë s'kam pas mundësi t'i vë njëjtë. Diskutimet e gjata që kena bërë me Agimin, duke një gjuhë me shumë vëmendje, mu vetëm më kanë bërë optimist, edhe do t'jem gjithmonë në krah të Agimit për të realizuar ata objektiva që tha dhe pak më parë që Akademia Shkodra, pavarësisht nga rezultatet e saj që ka pas tash 20 vite, bëhet fjalë për t'i avancuar me tej. Eksperiencë që ka Agimi edhe në futbollin evropian, me shumë akademi, kryesisht në Gjermani, ato i kam dëgjuar me vëmendje dhe besoj që ne do t'i mishrojmë në atë masën e mundshme të futbollit shkodran, të klubi i futbollit Shkodra. Dhe kam besim plot të Agim Cani, si president i klubit futbollit Shkodra, që edhe një fakt, më ka bërë shumë përshtypje. Investimi që ka bërë për të ndërtuar një futboll të kohës e ka filluar te infrastruktura. Nuk ka ndodhur asnjëherë në Shqipëri dhe në Shkodër me fillu te ajo pika më e dobët që ka futbolli në Shkodër. Infrastruktura. Për 30 vite ne s'kena pas një infrastrukturë të tillë siç e ka filluar Agim Cani. Me 2 fusha, me 3 do të them që janë në plan, moderne. Me 9 tani së shpejti me bërë me ndriçim, 2 me barë artificial dhe 1 me barë natural, që janë në perspektivë, një është e përfunduar dhe është e gatshme për të filluar punë. Dhe kur të fillon këtu, tregon edhe mentalitetin që ka për zhvillimin e futbollit, që është pika më e dobët, infrastruktura. Dhe me bisedimet që kena bërë me Agimin, jep shumë rëndësi trajnerave, nivelit trajnerave, karakterit trajnerave, pasionit që kanë trajnerët, edhe ajo që është më rëndësishme, Agimi mendon vetëm është interesant për fëmijët, në shkushte zhvillohen, në shkushte rriten, në çfarë mundësish ekonomike janë. Dhe të gjithë këto fëmijë që nuk do kenë kufi, duke filluar nga Puka, nga Malësia Madhe, nga gjithë qarku i Shkodrës e kanë derën e hapur te presidenti Agim Cani. Do të jetë një derë e hapur që këtë arritje që ka pas klubi Shkodra për këto 29 vite dhe koincidencë se vitin e ardhshëm kena 30 vjetorin, do ta festojmë me rezultate, besoj me ato që kena vu piketa me Agimi, që do të ketë rezultate me të vërtet dukshme që futbolli shkodran, pse jo dhe shqiptar, do të jetë klubi Shkodra një shkëndi e një futbolli gjithmonë duke në gjuhë presidentin, pse jo dhe europiane. Hapat e parë të bashkëpunimit me presidentin e ri Agim Cani, cilat do të jenë? Ka 3 ditë që unë nuk flaj, me thënë drejtën, po këtë gjë e shoh edhe kena fillu punë, kena fillu të bëjmë plane si të realizojmë. Hapet e para do të jenë të ekipet e moshave. Agimi është njohur me strukturat e klubit Shkodra, që fillon nga mosha U7 deri te mosha U18. Ne 2 ekipe i kena
në superiore 14-15 dhe ekipin U18, e cila ka kalu mosha nga 17, do konkurrojnë, besojmë, në ekipin U18 të superiores. Ekipet tjera janë në kategorit parë, edhe kategoria parë këtë cilësi, pa dhe ta kanë objektiva, siç një ka përshtu presidenti dhe ne do mundohet t'i vëmë njetë, që të kalojnë ekipet e tjera që janë kategorit parë në superiore. Pra, epiqendra për momentin janë moshat. Edhe kjo është një vlerë shumë e madhe, sepse nëse nuk do kena një akademi të fuqishme, pra me që infrastrukturën e kena, trajnerët do të jenë të licencuar. Atëherë do të jetë ajo që baza e një klubi janë akademia, është akademia. Kështu që Agimi na ka vënë këtë detyrë dhe ne do ta respektojmë maksimalisht duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, që akademia jon të shkojë në një standard tjetër. Pra, kjo është hapi i parë. Hapi i dytë, që është po kaq kryesor, ekipi i rritur, ne është e vërtetë që kena bën një marrëveshje më tepër teknike me Olimpik Shkodra, ja kena dhënë hapësirën për me kriju një ekip të rritur, por do shohim mundësitë financiare që kanë ata për ta ngritur këtë ekip, por presidenti ka mendime shumë të avancume edhe për ekipin e rritur. Ajo që më kënaq është që mentaliteti, kërkesat e presidentit janë shumë të avancume, edhe ne për 30 vjet, 29 vjet që kam punu, ne nuk kena pas mundësi për të realizu. Pra do t'jetë me të vërtet një hop cilësor i futbollit Shkodër. Kjo do t'jetë për të mirën jo vetëm të Shkodrës, por edhe të futbollit shqiptar. Në lidhje me ekipet e moshave, ekipet zinxhir, pak më herët në prononcimin e tij, presidenti i ri Agim Cani theksoi dhe dha një mesazh kuptim plot, do ta filloj nga vetja, ku 3 nipat e tij futbollistë shumë cilësor që janë në një akademi tjetër, do të bëhen pjesë e klubit Shkodra. Një fakt interesant. Agimi, po e them Agimi, është me të vërtetë, thash, unë kam 30 vite që punoj, kam 40 sa vite që punoj me futbollin, kam pas shumë bashkëpunëtor, shumë njerëz pozitiv për zhvillimin e futbollit, por Agimi më ka surprizu me mentalitetin e tij që ka dëshirë të aplikojë te klubi Shkodra. Edhe shembullin e parë, më thotë do ta jap te nipet e mi, por kjo na rrit përgjegjësinë shumë. Na rrit përgjegjësinë shumë se njëri nip është i moshës që dolozin të U18, nipat tjerë janë të mosha U14-15 edhe tek U18, Gabriel Cani duket se është një vëmendje e madhe edhe nga opinioni sportiv. Çfarë vlerësoni tek futbollist që ka veshur dhe uniformën e kombëtarës? Jo, kjo është përgjegjësi për ne kur presidenti nipat e tij inkuadron për një herë te klubi Shkodra. Unë lidha me këtë, pra shembulli është i presidentit, por përgjegjësia e curisë tyne do të jetë edhe e klubit Shkodra. Kjo është një shembull pozitiv, përderisa arrin të 3 nipat e tij të inkuadrojnë te klubi Shkodra, për ne është kënaqësi, por dhe përgjegjësi. Por ne nuk do nalemi këtu. Unë ta thashë më përpara, ne kena punu për 29 vite, klubi Shkodra dihet tash se do bëj histori, ka zjarr emra të mëdha të futbollit shqiptar që lozin jashtë shtetit me kombëtarët edhe me vllaznin, por dera e Agim Canis do të jetë hapur për çdo fëmijë që ka talent, për çdo fëmijë që ka talent dhe ka mundësi ekonomike. Për këto lloj fëmijësh më ka bërë shumë përshtypje që presidenti do t'i ketë fëmijët do ta kenë derën e hapur te presidenti. Kështu që duke lënë shembullin e vet me 3 nipat, kjo lën me tregu që çdo fëmijë që ka pasion futbollin, që dashuron futbollin, por edhe në mungesë të mundësive ekonomike, e ka derën e hapur te presidenti jon i klubit futbollit Shkodra. Është dhe kjo një mesazh ndoshta përmbyllës dhe domethënës për atë që po na ndjekin dhe që duan të jenë pjesë e klubit të Shkodra. Gaci, unë e kam thënë gjithmonë, Shkodra është një hambar i futbollit shqiptar. Çdo shkodran, kur them shkodran, unë nisem nga Hani Hotit e përfundoj se dikur deri në Fushkruj, se s'ka pas tash futbolli në veri është përqendruar te Shkodra. Por qarku i Shkodrës është i dashuruar me futbollin. Çdo familje është e lidhur me futbollin. Çdo fëmijë, çdo shkodran, fëmijën e vet në radhë parë të lush futboll. Kështu që në këtë pikpamje ne kena terrenin e shtruar. Fëmijët në përgjithësi janë rritë me shumë vështirësi për të bërë futbollista. Kam eksperiencën time 30 vjeçare, pa terrene sportive, pa mbështetje financiare, e shumë planet e tjera që i ka presidenti dhe unë tash nuk du t'i them, por kjo do t'jetë ajo ëndra e realizume
po thamë unë, në perspektivë e çdo familjare që ka të lidhur jetën e tij, fëmijën e tij me sportin. Kështu që besoj që është një drejtare, një derë tash e hapur për çdo fëmijë, për çdo prind të presidenti Agim Cani. Dhe e fundit me që është edhe për ju organizimi dhe janë edhe është edhe momenti i regjistrimit të sportistëve. Jemi në mes të qershorit 2025. Keni ndonjë sharim, ndonjë propozim, ndonjë rekomandim për ato që duan të jenë pjesë e klubit Shkodra, ku do të paraqiten, si mund të paraqiten për të shtuar më tepër emrat. Të falenderoj edhe ti, mos kam nevojë me të dhënë përgjigje se ti je bane reklamin, por ne do të tregojmë veten në terren. Unë e thash edhe përsëris. Çdo fëmijë që ka ardhur te klubi Shkodra, deri tani ka pas kënaqësi. Kjo kënaqësi tash unë them se do 2 fishohet, do 3 fishohet, sepse mu më kanë mungu shumë gjana përpara. Me ardhen e presidentit Agim Cani, unë tash jam shumë optimist edhe bile unë do të them edhe një element të thjesht kur presidenti më tha, unë do punoj, tha, do të jem president, tha, do të kem mbështetje të klubit, unë kam kanë sinqerisht unë jeva shumë emocionuar dhe sot e përjetoj sepse unë e kam të lidhur jetën me futbollin, me suksesin dhe diçka do të them. Ne nuk duhet na keq kuptojnë. Unë njifem Shkodrën me kohë, Gimi njifet, ne jena në shtetet futbollit. Ne nuk jena të bëjmë një punë as me konkuru njëri, as me bë garë me një. Ne të bëjmë të realizohet ëndrrën, dëshirën, pasionin që kena për futbollin. Diçka e mirë për të thënë. Dhe ne për seriozitet një punët që ndoshta s'është marrë aq shumë seriozisht për njerëzit. Dhe në mbyllje mund të jetë edhe me interes edhe publikut një shtrëngim duarsh mes Taji Pianisit dhe Agim Canit. Unë me kënaqësinë më të madhe, ne na janë bashku ato objektivat, na janë bashku pasioni për futbollin, mentaliteti që ka Agimi, kështu që kjo është dora është diçka simbolike, por që fundit edhe dora është besë, thojnë. Edhe besoj që do të ekzistojnë tani. Atëherë pra, duke shpresuar dhe uruar se nga fjalët të shkohet në terren për të reflektuar atë çfarë ju premtuat ju dhe presidenti Agim Cani, ju urojmë suksese dhe presim një KF Shkodra ndryshe këtë sezon futbollistik. Do të them diçka të fundit, presidenti pa thënë i realizojmë disa gjëra, tha pastaj t'i japim intervista. Pra kishte tjetër mendje, pra duhet bëjmë disa gjëra në terren, por kam ulja jon për me bë edhe publike ishte sepse Agimi nuk e kishte qef disa gjëra pa i realizuar, pra është njeri praktik edhe këtë është e besoj që kryesorja. Shpresojmë të takohemi në momente tjera edhe me një ndryshim apo me një realitet tjetër ndryshe. Jo, s'më ta mjolli kësë në tjetë. Unë kisha me thonë, tanë aty në prindve të fëmijëve edhe aty në fëmijëve që dojnë mu bë sportista. Edhe dojnë e kanë seriozisht për mu bë sportist. Jo më ardhë me kalu kohën, por mu bë sportist, domethënë që e ka seriozisht, mundet më ardhë më paraqitë edhe me mu bë pjesë e kësaj akademi. Mendoj që nuk ka me të shgënjën. Kushdo që të vinë. Falë, president. Edhe të pranojnë kushtet e rregullat e akademisë, normalisht. Na kena nevojë, jo se ke bë, e ke bë gjithmonë, e ke bë gjatë 30 viteve se je pjesë që është në firmën që ke hedhur për klubin Shkodra. Jo se Shkodra nuk ka propagandë për zhvillimin e futbollit, por na kena nevojë edhe më shumë për të na mbështetur ju personalisht, t'jeni më afër në çdo hap të klubit Shkodra, që këto që thamë në tavolinë, ti shikosh vetë në synin edhe me propagandën, jo propagandën, po me realitetin që do të me na motivu. Kena me dëshirë me kena afër Shkodrës, klubit Shkodra. Suksese KF Shkodra, suksese presidentit të ri. Faleminderit. Suksese president.